Në studio për diskutua lidhur me dështimin e djeshëm të mandatarit Albin Kurti për të marrë shumicën e nevojshme brenda të Kuvendit Kosovës për të formuar qeverinë. Atëherë, zotni Zeqiri, mirë mbrëma dhe mirë se keni ardhur. Mirë se u gjej. Faleminderit shumë, zotni Zeqiri, dje pam që mandatari kryeministri Kurti dështoi të formojë qeverinë, dështoi të sigurojë shumicën brenda Kuvendit, duke bërë nëse mund të themi në historinë e Kosovës i pari mandatari i cili nuk arrin të marrë shumicën brenda Kuvendit Kosovës, si sqarohet situata e djeshme. Po, kjo tregon për ata që lëvizja vetëvendosje në krye me zotin Kurti për këtë këto mujt paraprak, ka dështuar të krijojë një koalicion qeverisës. Në të gjitha demokracitë parlamentare proporcionale të kontinentit evropian, të gjitha partitë politike hynë në negociatat për koalicione qeverisëse. Këto negociata nuk janë të leta, duhet një kombinim i shkallësive politike dhe i qasjes konstruktive që të arrijnë këto negociata. Dhe se në këtë rast kemi pa ta zojmë një munges të gatishmërisë zotit Kurti që ka dalë partia më e madhe fituese, që të ullet seriozisht të diskutoj në atë që thuhet in good faith, në besim të mirë me partitë politike tjera për me pa mundësinë e krijimit të një koalicioni qeverisës. Edhe pse gjatë krejt kryer mujve na është thënë që neve na nevojitën 61 vota për zgjedhjen e kryesuesit Kuvendit, sepse votat për qeveri i kemi, edhe pse kjo është duk në gati të gjithëve paksa paradoksale, sepse jemi të folë për 61 votat të njëjta. Mirë po ata insistonin që votat për qeveri janë, vetëm nevojitën votat për kryesues të Kuvendit. Tani u pa që do thotë mungesa e 61 votave për zgjedhjen e kryesuesit është po aja munges e po ashtu 61 votave për zgjedhjen e qeverisë. Kjo tregon një mos gatishmëri të negociatave me partitë tjera. Po flasim njëkohësisht edhe për paaftësi, për të qenë i aftë për të bashkëpunuar, për të ofruar, nëse mund të themi, bashkëpunim në formë konstruktive për të siguruar shumicën e nevojshme brenda Kuvendit, sepse tek e fundit ishin vetëm 5 vota në pikpyetje, apo jo? Apo thjesht nuk kishte vullnet për të formuar një qeveri në këtë periudhë kur pastaj pas disa muajsh që kemi edhe çështjen e presidentit? Po, këto janë çështje të kalkulimeve politike. Është tashti hipotetike, a i ka mungu aftësia për të komuniku në mënyrë të rregullt me partitë tjera, apo ka qenë strategji politike e zotit Kurti, të mos të harrojmë aja para zgjedhjeve të shkurtër të këtij viti, zoti Kurti e kishte atë programin që ose të gjithë pushtetin ose asgjë. Këto e ka thonë edhe në deklaratat publike, kështu që është e mundur që ka... Kështë synim që ta udhëheqte i vetëm një qeveri për kundër faktit që rezultatet treguan që nuk ishte e mundur. Sakt, dëshirante të ripërsëriste 2021-ën, ku ati ju mundsua për shkak të një vote të jashtëzakonshme plebiscitare, të themi, ku fitoi me 51% do thotë qeveriste i vetëm pa pas nevojë të negociatave. Mendoj se kjo ka qenë dëshira dhe strategjia e tij politike dhe se ndoshta ende është kjo dëshira dhe strategjia e tij politike që në zgjedhjet e ardhshme të shfrytëzohet kjo situatë e cila ka ndodhur për këto muaj në të mirë të ky është kalkulimi politik së paku i zotit Kurti. A do të ndodhë kështu apo jo, mbetet të shihet, unë kam dyshimet e mia. Mendoj se njerëzit e kanë pa, nuk është që janë ndodhur. Që mungesa e kompromisit dhe konfrontime me kundërshtarët politik nuk pritet që të sjellën rezultate më të mira, apo jo, apo çfarë? Jo, mendoj se maksimumi votave në një situatë jashtë pandemisë dhe jashtë një grupi të rrethanave që u gjendëm në vitin 2021, ky ka qenë maksimumi i lëvizjes vetëvendosje, dhe se në një situatë normale, pak a shumë që gjendemi tash, nuk besoj që kjo do të sjellë rezultate më të mira elektorale për zotin Kurti, për më tepër, nëse bëhet një analizë pak më e gjerë,
shumë qytetarë janë të dëshpëruar me krejt procesin politik në Kosovë, dhe se aja që mund të ndodhë në zgjedhjet e ardhshme eventuale të jashtëzakonshme, është që mos ketë presmarrje sa ka pas në shkurt të këtij vitit, për arsye se shumë qytetarë janë të dëshpëruar. Tashti mos presmarrja në zgjedhje zakonisht ndikon në mënyrë proporcionale tek partitë më të mëdha. Nëse tazojmë 5% e votuesve nuk morrin pjesë, ose 10% më pak morrin pjesë në zgjedhje, kjo përqindje gjithsesi e dëmton më shumë partitë më të mëdha, sepse ato do të morrin vota më pak. Jo që gjatë kësaj periudhe ka mund më ndodhë që ka pas edhe ndryshim të opinionit të votuesve, dhe se janë ditë dëshpëruar në kuptimin e mos arritjes së një koalicioni qeverisës. Dhe para se të flasim për zgjedhje, si e pat fillimisht fjalimin e Kurtit dje, duke më shumë si hyrje fushatës se sa strategjie punës që e priste një qeveri dhe paka shumë si pat emrat e propozuar, duke që disa prej ministrave më nuk ishin në listën tanit propozuar. Po fjalimi ai ka qenë sigurisht i vetëdijshëm që nuk i ka votat për themelimin e qeverisë, dhe se shumica e fjalimit të tij ishte më shumë një rezume e punëve të qeverisë së kaluam, se sa një propozim konkret për një qeverisje të fuqishme në sa ka mbet tashti 3 vite e gjys të qeverisë, nëse do të zgjidhej të këtij mandati, të këtij kuvendi. Kështu që u pake që mungon entuziazmi, mungon entuziazmi me të cilën një qeveri e re e merr punën, për arsye se u dihej që nuk do t'i merrte votat e mjaftueshme. Për sa i përket kabinetit të ri, është pa një rritje enorme e dikastereve ministrore në këtë qeveri, janë dikon 20, një ndër qeveritë më të mëdha, më duket vetëm qeveria Mustafa kishte qeveri më shumë, mi po ishin aty dikun me numër të ministrive. Kjo gjithsesi se do të rrit byrokracinë në kuvend, do të rrit shpenzimet administrative të buxhetit, numri ministrive, duke marrë parasysh që çdo ministri shkon me zavens ministra, secili zavens ministra me këshilltare kështu me radhë, do thotë do të kemi një rritje të kësaj byrokracie, ndoshta një jo eficiencë qeverisëse. Për sa i përket emrave, për mua ndoshta aja mungesa ma e madhe ishte mungesa e zavens kryeministrit të kaluam ose aktual, ushtruesit të detyrës, zotit Besnik Bislimi, duke marrë parasysh që ai ka qenë një ndër personat kyç në organizimin ndërministror të gjitha ministrive. Konsideroni që ka një arsye pse nuk gjenden në listën e kabinetit qeveritar? Në nivel spekulimeve, po gjithsesi në rast se ki pas një pozitë kaq shumë të rëndësishme në qeverinë e kaluam dhe tani mungon fare, kjo do të thotë që raportet mes zotit Beslimi dhe zotit Kurti janë të ftohura, ose kjo është spekulim, po gjithsesi ka bazë të mendohet një gjë e tillë. Mendoj se mungesa e tij, edhe një herë duke marrë parasysh sa shumë ka qenë ai i kyçur në koordinimin e punëve ndërministrore, dhe sa shumë ka qenë i kyçur gati në çdo aktivitet të qeverisë. Procesin e dialogut e kështu me radhë ka qenë një ndër figurat kyçe të qeverisë Kurti 2. Kjo më bën të dyshoj që ekziston një thyrje jo e vogël mes këtyre, dhe se kjo mund të ketë ndikim edhe në rezultatin zgjedhor. Dhe në listë gjithashtu nuk pam Rozeta Ajdarin dhe Arbria Negafi si ministre në arsimit, a ishte befasi mos përfshirja atyre, duke parë ndoshta edhe skandale të cilat ishin përfshirë në këto ministri, por edhe mbrojtjen që e gëzonin nga kryeministri në detyrë. Po, kryeministri në detyrë një gjë ka qenë konsistent, se i ka mbrojt me çdo kush të ministrat, pa marrë parasysh skandalet dhe ajo që ka është përfolur në media, kemi pas edhe raste në përgjykata.
ka ende ministrat të cilat janë të përfolur, që janë të propozum në këtë qeveri, nëse në këtë propozim qeveri aktuale, ndoshta skandalet nuk ka qenë masa kuti matës i propozimit, ka qenë raportet personale në mes të kryeministrit Pra jo fare performanca e punës. Dhe ministrave të tij, sepse kemi plot njerëz që janë edhe të propozum, mi po edhe që kanë qenë ma herët, që kanë janë përfolur për skandale të cilat prap janë në listën e ministrave. Kështu që ndoshta ma shumë ka të bëjë me raportet ndërnjerëzore mes tazojmë zonjës Rozeta me ministrin se sa ndonjë performancë e punës ose tazojmë e skandaleve. Po, dhe sa i përket formimit të qeverisë, tani cila është bara përgjegjësisë që e bajnë partitë e tjera opozitare? A bajnë përgjegjësi apo si sqarohet ky hezitimi i tyre për të bashkëpunuar me kurtën në veçanti Lidhja Demokratike e Kosovës, për cilën kishte një ftesë zyrtare? Po, kishte një ftesë zyrtare, po unë e përmena negociatat për themelimin e qeverisë. Janë negociatat të cilat zhvillohen në besim të mirë, në mirë besim mes partive politike. Ajo që ka kemi pa, ma shumë ka qenë një performancë, një letër publike, mandej një seriozitet për themelimin e një koalicione qeverisës, duke marrë parasysh historikun mes këtyre dy partive politike. Kështu që jemi të vetëdijshëm vitin 2021 dhe pasoja që Lidhja Demokratike i barti pas një koalicioni me lëvizjen vetëvendosje. Pra thoni që i la shihet keqe. I la shihet keqe dhe se çdo negociat, nëse prap do duhet të bëheshin negociata, këto negociata do duhet të ishin jashtëzakonisht konstruktive dhe me një parim shumë të qartë të bashkëpunimit. Kja gjithsesi se mungoi, ma shumë sipas mendimit tim ka qenë një performancë publike me tazojmë me lanë fajin që ja nuk përdojnë me bashkëpunu, se sa një dëshirë genuine për një koalicion qeverisës me Lidhjen Demokratike. Për më tepër, koalicione qeverisëse ka mujtë me ba edhe me Partinë Demokratike, ka mujtë me ba edhe me Aleancën dhe Nismën, dhe thot, të gjitha janë këto parti parlamentare dhe në një sistem parlamentar dhe duhet që tazojmë të ishin të hapura mundësitë e komunikimit me të gjitha partitë politike. Dhe pse e konsideroj vetëm partner, vetëm LDK-n dhe jo parti tjera? Po kja, aja rritja e lëvizjes vetëvendosje ka ardhur si rezultat i një transferimit të madh të votuesve të LDK-s tek lëvizja vetëvendosje, e cila u bë e mundur me listën Guxha, që ja mundsoi shumë votuesve tradicional të Lidhjes Demokratike të votojnë më lehtë lëvizjen vetëvendosje. Dhe se gjithsesi kalkulimi i zotit Kurti ka qenë që nëpërmes një koalicioni prap me Lidhjen Demokratike të vazhdonte kja rrjedhje e votës prej LDK-s. Kishte synim thoni elektoratin e LDK-s, apo jo? Gjithsesi synim edhe letrën nëse e lexoni, ju bëhet thirrje elektoratit të LDK-s, më shumë se sa kryesuesve të partisë LDK-s. Kështu që kjo ka qenë kalkulimi i zotit Kurti. Normalisht partitë politike janë të vetëdijshme për kurthe të tilla dhe se LDK gjithsesi e ka pa një rrezik të madh të një bashkëpunimi prap me lëvizjen vetëvendosje dhe se ka vendosur kundër një bashkëpunimi të tillë. Megjithatë, zoti Zeqiri, tani pas dështimit mandatarit parë, procedurat janë që presidentja duhet të thrasë parti tjera dhe në diskrecion të vendoset kujt duhet t'jap apo si është në tani atmosferën, çfarë situate po hy? Po presidentja tashte pas dështimit të partisë më të madhe që të krijon shumicë qeverisëse, atëherë do të konsultohet me parti tjera, me gjithkund, duke përfshirë edhe partinë e madhe,
në mënyrë kushdo që i ofron asaj dëshmi që mund të siguroj 61 vota në Kuvendin e Republikës Kosovës, ajo e ka për detyrë kushtetuese që t'ja jep këtë mandat, këtë mundësi të themelimit të qeverisë. Momentalisht, në bazë deklaratave publike dhe asaj që ka kemi po, duke që asnjë prej partive në kuvend, duke përfshi edhe partinë e dytë PDK-n, nuk ka mundësi që të krijohen 61 vota. Me këtë konstelacion të forcave politike dhe në këtë polarizim politik të cilën e kemi në Kosovë, është e qartë që asnjëra prej partive politike nuk ka mundësi. Në anglisht i thunë është një hung parliament, është parlament i varur, kuptimin që nuk mund të shkoj nga njëri pol ose poli tjetër, sepse asnjëra prej poleve nuk ka shumicë qeverisëse. Kështu që do të konsumohet ky afat dhe ditor. Unë besoj që presidentja do të determinoj që asnjëra prej palëve që me të cilat është konsultu, nuk ka mundësi të krijimit të një koalicioni qeverisës dhe se do të shpallë zgjedhjet mbrana një afati 40 ditor që është e parapo me kushtetutë. Nëse më lejoni, vetmja zgjidhje për kësaj situate, duke marrë parasysh që Kosova është një situatë emergjente, nuk ka buxhet të aprovum, ka plot marrëveshje ndërkombëtare të cilat nuk janë të ratifikuar në kuvend dhe se Kosova po humb me miliona euro për shkak të kësaj. Është e mundur që bëhet një zgjidhje për sa i përket ose një buxheti emergjent deri ta zojmë 6 mujor, me një marrëveshje politike me të gjitha partitë politike ose me një ose dy parti politike tjetër, për ta mos lënë vendin në një mbyllje qeveritare, government shutdown, ato që peshomi tash në Amerikë, apo ta zojmë të ketë një marrëveshje gjithashtu politike, ku do të themelohet një qeveri teknike me mandat të caktuar politik, mi po jo me mandat kushtetues. Sepse kjo qeveri teknike do të votojë në kuvend, do të kishte mandat të plot, dhe se do të mund mandej të propozante edhe buxhetin, edhe këto... Ka qenë një propozim i LDK-s, por që nuk morin mbështetje. Pse nuk morin mbështetje? Pse nuk ka një reflektim që interesat partijake të lihen anash dhe interesi vendit të qytetarëve të shyhet përpara? Unë mendoj se kjo do të ishte zgjidhja më e mirë në këtë situatë emergjente në të cilën gjendemi, sepse vendi rrezikon që të futet në një krizë të thellë financiare dhe se do të ketë pasoja shumë të mëdha për të gjithë qytetarët e Kosovës. Dhe se një qeveri teknike, pa marrë parasysh se kush e ka propozu, mendoj se është e vetmja zgjidhje e mundshme momentalisht për me dalë. Ta zojmë një qeveri me një marrëveshje politike deri në pranverë të vitit të ardhshëm, ku do të shpërbëhej kuvendi dhe do të organizoheshin zgjedhje tjera. Kjo do të ishte një ndër zgjidhjet e mundshme. Zgjidhja tjetër e mundshme është që të aprovohet buxheti, ndoshta jo buxheti i plot qysh e ka parapo, sepse çdo buxhet përmban elemente politike, prioritete politike të një partije politike. Buxheti propozuar për vitin 2026 i përmban të gjitha prioritetet politike të lëvizjes vetëvendosje. Nëse dëshirojmë që ky buxhet të kalojë dhe të merr shumicën në kuvend, me dhe mos du të negociohet me partitë tjera dhe se prioritetet politike të partive tjera do duhet të futeshin pjesë e këtij buxheti si kompromis, së paku një buxhet emergjent 6 mujor, derisa të kemi një qeveri mandatare pas zgjedhjeve të shkurtit. Kjo të jashtëzakonshme. Kjo e nënkupton një klim konstruktive mes partive politike, e cila fatkeqësisht për momentin nuk ekziston. Edhe unë kam dyshimet e mia që partitë politike do të mund të dilnin përtej interesave vetjake dhe ta bënin një kompromis për hir të qytetarëve të vendit. Unë mendoj se kjo situatë jo që nuk do të ndodhë, mirë po do të kemi një lojë të lanjës së fajit. Ta zojmë,
lëvizjave të vendosit do të thotë ne kemi pas buxhetin, po nuk e ka votu opozita. Opozita do të thotë ne kemi qenë gatshëm me votu një buxhet emergjent, mi po vetëvendosja nuk ka pas gatishmëri. Do të thotë do të mundohet që kjo situatë të shfrytëzohet për qëllime elektorale në zgjedhjet e ardhshme të jashtëzakonshme. Kështu që më duket që fatkeqësisht këtu do të jemi, edhe pse unë dëshira ime, besoj e çdo qytetari normal në Kosovë, është që ky buxhet të aprovohej një buxhet konsensual mes partive politike në mënyrë që vendi dhe ekonomia e vendit të mos mbetej në stihi ashtu qysh është e mundur që mund të mbes. Po, dhe skenari më i dukshëm i mundur duke që janë zgjedhjet e jashtëzakonshme, apo jo? Tani çka do të prodhonin këto zgjedhje dhe çka pritet? A mund pritet ndryshim qëndrimeve përpos atyre që i përmendë që mund kemi dalje më të ulët, implikimet miliona eurove, çka do të prodhonin në aspektin politik këto zgjedhje? Po, zgjedhjet ashtu siç edhe u përmend më herët, qytetarët janë të dëshpëruar me procesin politik, sepse nuk i ka procesi politik në të cilën ata me shumë përkushtim kanë marrë pjesë, kanë dalë, kanë votu në numër rekord në zgjedhjet e kaluara. Ky proces politik nuk i ka ofruar kur gjë të mirë vendit. Madje në të kundërtën, vetëm se e ka përkeqësuar situatën ekonomike në vend. Kështu që unë besoj që do të ketë një kështu ikje nga ky proces politik, një lloj rebelimi tek një numër i qytetarëve, tek një numër tjetër ky proces nënmujor i cili jemi të qartë ka qenë mendrisht edhe mentalisht shumë i vështirë. Kemi pas argumente, kundër argumente, e kam të drejtë, se kam të drejtë, do të thotë, e ka lodhë qytetarin e Kosovës. Do të thotë, ky proces është e mundur që ka pas rezultat të ndryshimit të qëndrimeve politike tek një pjesë e qytetarëve të Kosovës. Tashti varësisht se kanë qenë prirjet e tij, ka opozita, ndonjë parti në opozitë apo tek partia më e madhe, është e mundur që kjo, si dhe e ka për shkak të polarizimit të skajshëm, ky proces e ka votues tradicional të partive politike i ka bë edhe më të flakt që të votojnë atë parti politike. Në zgjedhjet e ardhshme mbetet të shihet ndoshta ndryshimi më i madh do të vjen se çka do të bëj Aleanca dhe Nisma. Kemi pa një qarje të madhe gjatë këtyre 8 muajve në mes të Aleancës dhe Nismës, dhe se është pak e mundshme që këto parti të bëhen prapë së bashku. Në këtë kontekst, është diskutabile se a do të mund të azojmë Aleanca e vetme ta kaloj pragën zgjedhor prej 5%, si dhe me cilën parti politike Nisma do të mund të ribashkohej, ose të lidhet një koalicion parazgjedhor. Edhe kjo është diskutabile. Me kënë dëshirin të afërt aktualisht, Nismën, me vetëvendosjen? Nismën nuk e shoh me vetëvendosjen, për shumë arsye, për shkak të nëse një parti politike vendos që të shkojë në koalicion parazgjedhor me vetëvendosjen, nuk më duket zoti Lima një kategori e liderit i cili do të mund të shkonte në vetëvendosje. Ndoshta më shumë unë e shoh zotin Lima në rast se nuk e gjej një gjuhë përbashkët edhe njerë po tham me Aleancë, më shumë e shoh ose me LDK-n ose me PDK-n, tash varësisht prej ofertave politike që mund t'i merr ai prej këtyre dy partive politike. Ndërsa për Aleancën mbetet diskutabile në rast se kemi një humbje të votave. Ta zojmë nëse Aleanca i merr 4.5%, por nuk e rrin 5%. Këto 4.5% të cilat janë vota valide, do të shpërndashin nëpërmes një sistemi i cili tani ka ndryshuar,
dëhant dhe këto vota, shumicën e këtyre votave do ta merrte partia e parë që del në zgjedhje, e cila sipas të gjitha gjasave prapë është e pritur që del vetëvendosja. Kështu që mandej këto do të mund ta bënin dallimin elektoral dhe në të numrave në kuvend. Ka plot të panjohura në skenën politike momentalisht, aleanca, nisma, farprurje eventualisht të reja, këto partitë opozitare do të mund të kishin ose të mos kishin, çfarë lëvizje do të bënte. Megjithatë, zonë Zëshiri, nuk mund të presim që zgjedhjet e ardhshme do të mund të prodhonin një parti së cilës nuk do të nevojitej koalicione për formimin e qeverisë. Kjo është e preshme apo jo? Kjo është gjithsesi e preshme në parlamentet, në demokracitë parlamentare proporcionale. Edhe të jemi qartë, në Kosovë, jo vetëm që është sistemi proporcional, është më pak se proporcional për shkak të vendeve të rezervume. Ta zojmë, lëviza vetëvendosje i ka 42% të votave popullore, ndërsa i ka vetëm 40% të vendeve në kuvend, për shkak të vendeve të rezervume, të cilat vinë me një qels tjetër që nuk u nevojitet numri votave, ta zojmë i një deputeti shqiptar me numrin e votave një deputetit komunitetit, prej 10.000, kur është fjala për komunitete është pi 500 deri 1.000, të thotë dallojnë shumë. Nuk shkojnë me një qels të njëjtë. Dhe kja e bën që sistemi proporcional të jetë më pak se proporcional. Kështu që në Kosovë është i dizajnuar procesi, sikur në Gjermani, pas luftës dytë botërore, aleatët nuk kanë dashur me kriju një sistem zgjedhor në Gjermani që do t'ja lejonte një parti politike qeverisin e plot, për shkak të historisë gjermane e kështu me radhë e njohëm. Dhe në ligjin bazik gjerman është bërë sistemi zgjedhor në asisoj që gati se kur nuk është e mundur, pa marrë parasysh sa vota fiton një parti politike, të qeverisë e vetme. Njëjtë është edhe në Kosovë. Ajo që ka ndodhur në vitin 2021 ishte një anomali, ishte një situatë jo normale. Rrethonat e veçanta atë kohë. Rrethonat veçanta, sepse ai rezultat nuk mund të përsëritet, pa marrë parasysh sa dëshirë ka Zoti Kurti që të përsëritet ai rezultat, është jashtëzakonisht i pazakont një vend demokratik që është Kosova, ku është e mundur në Belorusi, po në Kosovë, në vende demokratike, ku është liria e medjave, qytetarët informohen, kitë drejt lirisë shprehjes, është pak e mundur, sidomos mas 4 vite qeverisëse, ose 5 vite qeverisëse. Domethënë, vetë qeveria si e tillë, ty të përballë me plot probleme birokratike, korrupsionit, skandale, kështu me radhë, që është gati se e pamundur të arrijë rezultatit të cilën Zoti Kurti e kërkon, dhe se koalicione qeverisëse në sistemin zgjedhor të Kosovës janë demos. Nuk është çështje e dëshirës, është çështje e dizajnimit të sistemit. Është dizajnuar asisoj që Kosova të jetë gjithmonë në bashkëqeverisje prej shumë partive politike. Dhe krejt në fund çka i mbetet mandatarit parë ose partisë së parë që të arrijë bashkëpunimin, të mësoj se si të bashkëpunoj dhe të mos konfrontohet ka shumë me kundërshtarët politik apo çfarë? Po kjo ka qenë, kja i ka sjell vota, konfrontimi politik me të gjitha partitë politike. Ne e dim që në vigjilje të procesit të rrugëtimit politik të Zotit Kurti, ai non-stop ka sulmu të gjitha partitë politike. Nëse ka bën ndonjë marrëveshje, ka qenë një marrëveshje taktike, jo që ai me të vërtetë ka dashur, që duke i sulmuar të gjitha partitë politike dhe duke i futur të gjitha partitë politike në ne dhe ata, ai në këtë mënyrë e ka rrit partinë e vet. Kja i ka shërby në kuptimin elektoral. Mi po, duhet ketë dallim fushata zgjedhore, strategjia për rritjen e partive, që është legjitime, aja strategjia politike, dhe mandej qeverisja për të mirë të vendit. E këtu, Zoti Kurti ka mungesa jashtëzakonisht mëdha, sepse strategjia politike, deri në momentin e zgjedhjeve dhe shpalljes rezultateve, mandej dalim në një fushë ku kompromisi, dialogu,
konstruktiviteti janë pjesë e lojës demokratike. Nuk jemi në fushat parazgjedhore. Jemi në një sistem, në një fazë ku vendi duhet që qeveriset në mënyrë efektive. Atëherë ju falenderoj shumë që ishte sot këtu me ne. Faleminderit për ftesë. Faleminderit shumë. Dhe me këtë intervistë një japim fund të edicionit, këtu kanë qenë gjitha